Tirana ishte këtë të premte të 16 majit kryeqendra e Europës pasi mirëpriti samitin e komunitetit politik që solli në kryeqytetin shqiptar për herë të parë 53 lider europian, përfshi president, kryeministra dhe institucione, si Bashkimi Evropian, NATO dhe OSBE. Samiti u organizua bashkërisht nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministri shqiptar Edi Rama dhe u mbajt në sheshin Skënderbej. Morën pjesë autoritetet nivelit lartë europian si presidenti e Komisionit Evropian, presidenti francez Macron, kryeministri britanik Starmer, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kryeministria italiane Giorgia Meloni, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky, kancelari gjerman Merz, presidenti i Greqisë e të tjerë. Kryeministri Edi Rama në fjalën e mbajtur në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, theksoi se duhet të japim të rinjve të Europës dhe bizneseve një motiv të fortë për të ndërtuar në tokën europiane, sesa të flasim vetëm për armë dhe armatim. Rama shtoi se fushata elektorale e socialistëve u përqendrua e gjitha tek Europa, përkatësia dhe identiteti. Në fakt keni ardhur në një moment mjaft domethënës në këtë vend, ku kemi mësuar ta shohim të shkuarën përmes syve të së ardhmes, e jo më ta shohim të ardhmen me sytë të së shkuarës. Në fakt, mbritja juaj vijon një fushat zgjedhore ku Europa ka qenë më e pranishme se kurrë, jo si një çështje që krijon dasi, por si një deklaratë e përbashkët, e pretendimi i përbashkët identiteti, jo si një listë politikash, por si një përgjërim i thellë për përkatësi, jo si një grup e grumbull detyra shtëpie, por si një fat i bashkëndar. Ja pse është kaq kënaqësi që fushata u përqendrua te këto fjalë. Europë, identitet, përkatësi, e identitet fitoi më shumë se 52% të votave. Për mikun tim të dashur këtu, Kier, ishte një rezultat mjaft i ngjashëm në referendumin e Brexitit, por me role të përmbysura. 52% për ne për të mbetur, apo në rastin ton për të bashkuar. Po aty ku nuk ishte krahasim, ishte 48% dëshi i mbetur i votuesve. Ata nuk janë euroskeptik, jo, janë thjesht euro-optimist të pa informuar, të cilët mendojnë që duhet isha shkarkuar me që nuk ja do Shqipërinë me BE-n shumë kohë më parë. Por në fakt, nuk është ky argumenti im. Ideja e Europës së Bashkuar është në mënyrë paradoksale e lashtë edhe krejt e re. Më herët, samitit i parapriu edhe një program i shkurtër artistik në sheshin Skënderbej, ku Shqipëria shpalosi vlerat dhe traditat e saj. Kryeministri Rama i priti vet një për një liderët europian, ndërsa nuk mungoi asnjë foto familjare e liderëve pjesëmarrës në samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian, që mbahet 2 herë në vit, çdo 6 muaj, dhe për herë të parë u mbajt në Shqipëri. Të gjithë liderët e Europës nga Tirana kishin një mesazh të qartë edhe për Rusinë. Samiti i radhës do të mbahet në Lituani.